Pushuesit nga Kosova vijojnë të jenë me besnikët në plazhin e Velipojës. Edhe këtë sezon veror vjetër një numër i lartë pushuesish në këtë plazh nga zonë ndryshme të Kosovës, por ato kanë ankesa për çmimet e larta. Sipas tyre në muajt korrigusht, çmimet rriten edhe më tepër. Kështu vjet për vjet vi. Kështu vi vjet për vjet. Që 10 vjet e për mi vi, sene për sene ka 2 herë vi kështu. Ju jeni nga? Nga Lipjani. Velipoja vend më mirë se ti çkas. Në Turqi atje që po thoj, këtu është ndohet më mirë. Ju jeni nga Kosova? Kosova, po, Prishtinë. Ashtë t'i raport që vini në Velipoja, po vini për 10 vjet? Rregullisht për çdo vjet ka 2 herë vetë. Po pastërtia, e rëndë e ujit, si me duket? gjitha të mira. Këtë edhe rëra edhe uje gjitha të mira. Po çmimet si duken? Çmimet pak nalta veç kush do të më ardh. Ai na përshëhen na ardh. Që të skrimi çaj si çmimet. Kur do të më shkoj diku më pushu. Ai sa me thanë drejtën çmimet për zotët kudi që të thanë për çmimet e kuj, për çadrave. Po çadrave, të ushqimeve, të hoteleve, në përgjithësi. Çadrave losin teatra ata. Me ne losin teatra. Do fillu prej atij sipër edhe marrin atje poshtë. Prej po që vini Velipoj? Urdha? Po që vini Velipoj? Jo 91-shin. Gjitho. Vetëm 2 vjet s'ka marrë, qysh 91-shin. Domthon krahasim me vjetën, rrit çmimin krahasim me vjet? Çmimet Përgjithësi. çmimet e çadrave po. Çmimet e çadrave po. Çmimet e këtyne hoteleve jo. Unë plazhin e Velipojës e frekuentoj prej vitit 2004. Për herë vi këtu çdo vit nga 2 herë, ndoshta një herë në Çershor, një herë afër shtatorës. 52 shtete i kum kalu me ekonomia më mirë se këtu ku në ty besë kum gjetë. Nash Izrael, nash Turki, nash Greqi, nash Çipër, nash për Kledin, Spani, s'kena lënë vend me plakën, me si këtu kur kusëm të qenë. Unë jam i Gjakovës, kam marrë i Gjakovës, jam që 7 vjetë jam këtu, edhe janë zakonisht kështë Shqipërinë të qenë. Edhe me të vërtet këtu jenë njërës që jenë 4 cjellit, mu mytë në një janë më bo, kretin në brekull, ma mirë s'ka që të bojë. Edhe jam njërës zakonisht i knaqën me këtë. Çmimet si janë? Çmimet kanë hypë pak çmimet, janë zakonisht pak mjaltë edhe dhomat e këto keqe, kanë hypë, po që ashtu është koha orë që duhet më rritë çmimet. Banesat janë po, Qershori pak është ma lirë, është kurrike është pak ma shtetë, për që ata edhe nuk vjen njerësin. Shumica vinë në për Qershor, që vinë në Qershor se pensionera jenë pak në tarnat ma turta. Këse kurrike e kushti pak shtetie madhe. Shumë, ja zakonisht shumë ase shtetie madhe. Plazhi i Velipojës është një burim rëndësishëm ekonomik për Bashkinë Shkodër.